Përfaqësues të Agjencisë së Zhvillimit dhe Territorit kanë mbritur ditën e shtunë në Bashkinë e Vlorës, ku kanë zhvilluar verifikime lidhur me disa leje infrastrukture dhe rikonstruksioni, për të cilat janë ngritur dyshime se nuk janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Burime brenda bashkisë bëjnë me dije se në fokus të verifikimit kanë qenë disa projekte me volum të konsiderueshëm punimesh, të cilat sipas të njëjtave burime duhet të kalonin fillimisht përmes AZT-s, përpara se Bashkia e Vlorës të vijonte më pas me procedurat e tenderimit. Dyshimet lidhen me faktin se një pjesë e këtyre lejeve mund të jenë trajtuar direkt nga sektori urbanistikës në bashki, duke u klasifikuar si leje të zakonshme rikonstruksioni, në mënyrë që të shmanget kalimi i tyre në filtrat e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Sipas burimeve, përfaqësuesit e AZT-s kanë kërkuar që për këto leje të mos jepet asnjë konformitet, pa u kryer më parë verifikimet përkatëse nga institucioni përgjegjës. Çështja mësojse është kërkuar të trajtohet me urgjencë për shkak të rëndësisë së projekteve dhe ndikimit që ato kanë në hapësirat publike të qytetit. Gjithashtu mësohet se AZT ka kërkuar informacion shtesë dhe për disa investime të tjera të Bashkisë së Vlorës, përfshirë projekte rikualifikimit të hapësirave publike, ndërhyrje infrastrukturore dhe punime që lidhen me përmirësimin e zonave urbane. Verifikimet pritet të sqarojnë nëse procedurat e ndjekura nga bashkia kanë qenë në përputhje me ligjin, apo nëse disa projekte janë miratuar jashtë hallkave institucionale që parashikon legjislacioni në fuqi. Deri më tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Bashkia e Vlorës apo AZT lidhur me këtë çështje.